Qoftë lëvduar Jesu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot përkujtohen Shën Bazili dhe Shën Gregori Nazianzen, i peshkvi dhe mësues të kishës. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Dielli i mshuar që mbush me dritë të gjitha krijesat, shkëlqimi i lartë dhe i mendjeve, ty të këndojnë zemrat tona. Nga shpirti yt për krahës shndretën dritare të gjalla, në për të cilat në shekuj rrin qelur shtigje shpëtimi. Mendja e parë që i shfaqi, fjalët që vijnë prej qiellit, në për këta shërbyes të hirit ndriçon me shkëlqim të ri. Pjestar në kuror të këtyre idejnë për mësime të ndritshme, ky burr i lum shkëlqeu dhe ne i thurim lavde. Me ndihmën e tij të lutemi, na jep o Zot të përshkohemi në rrugën e së vërtetës, të mundemi të ndjekim ty. Bëj ati gjithë mëshirshëm, dhe ti o bir baraz me atin, bashkë me shpirtin shenjtrues, që për amshim sundoni. Amen. Antifona e parë. Lartësoj o Zot Krishtin tënd dhe ne do t'i këndojmë gëdhënimit tënd. Psalmi 20, lutje për fitoren e mbretit Mesi. Të dëgjovë Zoti në ditë vështirë, Zot të dalt emri i hyjë të Jakobit, ta qoftë ndihmën prej shenjtrorës e të mbroftë nga Sioni. I rënd në mend për të gjitha flitet tua, u kënaq në flin tënde të shkrumbimit, i plotësof të gjitha dëshirat e tua, i qof në vend të gjitha synimet e tua. U gëzofshim për ngadhënimin tënd, lart i ngritshim flamujt për nder të emrit të hyjit, i plotësoft Zoti të gjitha kërkesat e tua. Tani po e di se Zoti e shpëton të shuguruarin e vet, e dëgjon nga qielli i vet i shenjtë, me fuqi ngadhënyese të së djathtës së vet. Disa mburën me qere e disa me kuaj, ne në emër të Zotit hyjton jemi të fortë. Ata rëshqitën dhe urëzuan, ne qëndrojmë drejt të pathyeshëm. O Zot, shpëtoje mbretin ton, na dëgjo kur të thërasim në ndihmë. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lartësoje o Zot Krishtin tënd, dhe ne do t'i këndojmë gëdhënimit tënd. Antifona e dytë. I këndojmë këngë dhe himne pushtetit tënd, o Zot. Psalmi 21. Falënderim për fitoren e mbretit Mesi. O Zot, mbreti gëzohet në sajë të fuqisë sate, lot hare e mbush shpëtimi yt. Ti ja plotësove dëshirën në zemrës së tij, nuk i përbuse lutjet e buzëve të tij. Që më par i dhe bekime të mëdha mbi krye i vure, kuror ari të kulluar, tu lut për jetë e ti dhe ditë të shumta në jetë të jetës. E madhe është lavdia e tij në shpëtimin tënd, e stolise me madhëri e me shkëlqim. Ti e bëre bekim për gjithmonë, e kënaqe me gëzim në praninë tënde. Sepse mbreti shpresën e ka në Zotin, në saje të besnikrisë së të lartit Zot s'do të trandet. Ngrihu o Zot me fuqinë tënde, e ne do të këndojmë e do të vallëzojmë për ngadhënimin tënd. Lavdjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I këndojmë këngë dhe himne pushtetit tënd, o Zot. Antifona e tretë. Na bëre o Zot një popull mbretërish dhe priftërin për hyjin ton. Kënga krahaso librin e zbulesës, kapitulli 4. Himni i të shëlbuarve. I denje o Zot hyjin, Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin, sepse ti krijove gjithçka. dhe me vullnetin tënd gjithçka u bë dhe u krijua, Ti je i denjë o Zot, ta marrësh librin, dhe t'ia zgjidhësh vulat. sepse që prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjin, Njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe komsie, dhe i bëre për hyjin ton mbretëri dhe preftërin.
dhe ata do të mbretrojnë për mbi tokë. I denë është qengji i prerë të marrë pushtetin, pasurinë, dijen, Fuqinë, nderin, lumturinë dhe lavdinë. lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na bëre, o Zot, një popull mbretërish dhe priftërin për hyjin ton. Leximi i shkurtër krahasoj letrën e Jakobit, kapitulli 3, rreshtat 17 deri 18. Urtia që vjen prej së larti, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtijarake. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe. Përgjigja e shkurtër. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Zoti dha urti dhe dituri. Në mesin e kuvendit. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Mësues të fesë dhe dritë të kishës, shenjtërit Basil dhe Gregor, ju shqyrtuat me dashuri fshehtësi të Zotit. Luteni për ne Krishtin Zot. Kënga Virgjërës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyj gjithëpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën, S'ju pati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mësues të fesë dhe dritë të kishës, shenjtrit Basil dhe Gregor, ju shqyrtuat me dashuri fshehtësi të Zotit, luteni për ne Krishtin Zot. Lutjet e besimtarve. Lavdi qoftë Krishtit, të caktuar kryeprift për njerëzit para hyjit, të bashkuar në lutjen e mbrëmjes, ta thërasim emrin e tij. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që në kishën tënde zgjove barin të shenjtë dhe të urtë. Bëj që bashkësia e krishterë të jetë gjithmonë e udhëhequr prej njerëzve të urtë dhe bujar. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti ja fale mëkatet popullit tënd për shkak të lutjeve të barinëve të shenjtë, që ndërmjetësonin sikurse Mojsiu. Për hir të meritave të tyre, pastroje dhe ripërtrije gjithmonë kishën tënde. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Në mes të vëllezërve, i zgjodhe frymëzuesit dhe udhëheqësit e popullit tënd, dhe i shugurove me vulën e Shpirtit Shenjtë. Mbushi me dhuratat e tua ata që i vure në udhëheqjet e kishës së shenjtë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që je trashëgimi i apostujve dhe i pasardhësve të tyre. Bëj që mos të birret askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që nëpërmjet barinëve të kishës kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rrëmbehet prej dorës sate. Bëj që i peshkvit me shtarët dhe besimtarët e ndjerë të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Aty që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti që në kishën tënde e shndrite me mësimin dhe me shembullin e shenjtërve të tu, Basilin dhe Gregorin, na ziansen. Na jep një shpirt të përvujtë të zjarrt,
që ta njohim të vërtetën tënde e ta zbatojmë atë me një stil jete të guximshme në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.